Shtëpia e Bardhë përmes disa postimesh në X ka publikuar një sër mesazhesh të fortë pas urdhrit të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me operacionin ushtarak të regjistruar të shtunë në Venezuelë, ku arrestuar presidenti i vendit Nicolás Maduro dhe gruaja e tij. Në një nga postimet duket një fotografi e Trump duke vëzhguar operacionin ushtarak në Venezuelë. Bashkangjitur me foton shkruhet: "Mos luani lojra me presidentin Trump. Presidenti Trump është një njeri i veprimit. Nëse nuk e dini, tani e dini", shkruhet në postimin e shtëpisë së Bardhë. Deklaratat bombastike nga shtëpia e Bardhë, siç bën shpesh Trump para mediave, dhe ideja e një rrëmbimi të Maduros nga SBA, e konceptuar si akt force i drejt për drejt, e vendosin politikën amerikane në një paralelizëm të frikshëm me figurën e Don Corleones tek filmi The Godfather, dhe jo si garanti i rendit ligjor, por si patriark mafioz që vepron mbi logjikën e ofertës që s'mund ta refuzosh. Ashtu si Corleone që justifikon dhunën e emër të rendit, derit apo interesit të familjes, edhe ky lloj diskursi politik e zhvesh ligjin ndërkombëtar nga universaliteti i tij dhe kthen fuqinë në arbitrin e vetëm. Në këtë mënyrë SBA rrezikon të humbasë autoritetin moral, ndërsa Rusia dhe Kina fitojnë alibi të gatshme për të ndjekur të njëjtën logjik brutale, që është ndërruar arenën globale nga një sistem rregullash në një skenë ku sundon ligji më të fortit. Ndërkohë, sulmi urdhëruar nga presidenti amerikan Donald Trump ndaj Venezuelës përbën një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare dhe një akt agresioni ndaj një shteti sovran, sipas profesoreshës Marina Castellaneta, pedagoge së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Barit. Sipas saj, veprimi bie ndesh drejt për drejt me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Rrëmbimi i Maduros nga SBA ka ngritur pikpyetje të mëdha për qëllimet e vërteta të manjatit Donald Trump në Venezuelë dhe gjithë globin. Daljet e pakontrolluara të Trump përfshirë pretendimin se Amerika do ta qeverisë Venezuelën dhe digresionet e gjata për sigurinë në qytetet amerikane rrezikojnë të krijojnë një problem serioz imazhi dhe strategjie për SBA-t në Amerikën Latine. Reagimet e ftohta apo kritike nga vende si Brazili, Kolumbia dhe Meksika tregojnë shqetësimin rajonal, ndërsa deklaratat bombastike të Trump kanë hapur edhe një precedent të rrezikshëm në arenën globale, duke u dhënë argumente Rusisë dhe Kinës për veprime të ngjashme.